Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell mënyrën se si përgatis krelon apo flitë për vluar kosovare me millmisri dhe gruri. Përgatitja e thjesht, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj krelone apo ndryshe siç njihet si fli e përvluar, shtu i thoj nga ana e Kosovës, vërtet ngjason shumë me flijen, shija e saj, pra nuk keni nevojë gjatësinë së dimrit të dilni jashtë në port të përgatitni fli, e përgatitni këtë krelon dhe do ju kaloj a qefi flis, sepse bëhet dhe më e shishme se flia. Këtu në unë kam 2 kg me miell, ju mund të pakoni apo të dyfishoni masat, varet se sa doni të përgatitni. Tek mielli shtojmë një lugë gjelle të mbushur plot me krep dhe gjysmë lugë të mesme me soda bikarbone. Kjo për krelon apo flie përvluar përgatitet me soda bikarbone. Shtojmë një gotë 110 ml me ujë të ftoftë. Dhe për formimin e brumit në nevojitet ujë vali nxehtë, pra uji duhet jetë shumë i nxehtë. Do na duhen për këto masat mielli dikon rreth 1 litër, 1,4 ujë val të nxehtë, mirë po ja shtoni gradualisht dhe në këtë mënyrë e kontrolloni trashësinë, sepse asnjëherë nuk dihen masat fikse për shkak të markës miellit. Shtojmë ujë e përzim derisa ta fitojmë trashësinë e brumit, pra duhet na del një brum sikurse i pitëve, ashtu duhet del. Në fillim e punojmë shto me lugë, më pas duhet që brumin ta punojmë me dorë, me po duhet kemi shumë kujdes, pasi brumi është vali nxehtë dhe mund të digjemi. Shtojmë e punojmë shto me lugë derisa ta fitojmë atë trashësi e duhur. Kur ta përgatitni këtë pite, ambienti i dhomës duhet jetë konstant, temperatura nuk guxon që të jetë e ftoftë, se për ndryshe nuk mund ta përgatitni. Shtojmë kështu dhe fillojmë që ta punojmë me dorë, mi po shumë duhet kemi kujdes, shmasa shumë e nxehtë, mund digjemi, kështu pjesë, kapim brumin nga pjesa e poshtme, pra mielin që mos digjemi, dhe në këtë mënyrë e formojmë brumin, si që ceka duhet del brumi sikurse i pitëve, në atë trashësi. Vetëm se duhet që ta punojmë derisa brumit largohet plotësisht nga dora. Formuar brumin, kam fituar brumin në trashësi e dëshiruar. Tash e kalojmë tavorin punës, thirrim pak miell në tavorin dhe e kalojmë brumin. Është bërë një brum shumë i mirë, përsëri e ngjeshim kështu brumin. Dhe brumin e ndajmë në 90 pjesë. Secilës pjesë mundohem t'ja jap masinë e njëjtë. Sa më të vegjël që t'jenë kuleqet, aq më e mirë do jetë flia e përvluar. Ndajmë kështu në kuleq të vegjël, por në pjesë vogla, dhe secilës pjesë ja japim formën e një kulaçit, kështu, duke rrokollis në miell, hedhim miell sa herë që ka nevojë dhe tek vendi ku i vendosim kulaçet e formuar, hedhim miell që mos ngjiten tavolinë punës. Në këtë mënyrë gjithë brumit ja japim formën e kulaçeve. Kështu mundohem t'i bëj sa më të lëmuar kulaçet. Masia e tyre mundohem të jetë e njëjtë. Këtë mënyrë vazhdojnë atutje me të gjitha.
formuar gjithë kuleçët, i kam vendosur kështu në një tepsi që ta kem më lehtë, kem hapësirë kur të bëj hapjen, ta shimbuloj kështu dhe i lëm të qëndrojnë dikon rreth 20 ose 25 minuta që të pushojnë më lehtë bëhet hapja. Pasi kanë pushu kuleçët mjaftueshëm, filloj me hapje. Morem kështu ka 2, ka 4 dhe pjesën tjetër e mbuloj. E lajmë në njërën pjesë tavolinës së punës. Dhe fillojmë që të bëjmë hapjen. Hapjen dhe bëjmë me mill misri. Pra mill misri unë kam të blerë në market, është nga Indi. Qofse nuk keni të blerë, mund ta përdorni dhe bio, mirë po me mill njësit dhe e bëni shumë mirë në si, pra e sepni millin që të ngele vetëm pjesa e një. Hapjen e hapim kështu në anë shkopit në masit një pjatë të vogël. Jo shumë të mëdha, nuk do ketë nevojë, vetëm se dhe pak. Nduhem që t'ju jap formën rrethore gjatë hapjes. Kështu. Mjaftueshëm. I vendosim në njërin pjesë tavolinës së punës dhe këtë secila hedhim pak miell. Sepse kur ta vendosim petën tjetër do ngjiten, kështu mielli nuk i lejon që të bëhet ngjitja. Mënyra e njëjtë vazhdon tutje. Ju mund t'i bëni hapjen dhe me miell gruri, mirë po më besoni se me miell misri shumë të mira do dalin. Ja vlen me provu, bëhet me shkrift krelana, pra ngjan me baklavën. Edhe miell dhe kështu në këtë mënyrë i hapim të gjitha. Jemi ke kulaçi i fundit, pra kemi hapur të gjithë. Vërtet, janë hapur shumë mirë. Ju kam hedhur secilës njërën mbi tjetrën, gjallë. Tash filloj marrim kuleçët e parë. Kështu. Dhe tek secili kulaç shtoj një lupë gjelle, këtu kam përzier gjallë me vaj, i kam shkrier. Mund dhe me gjallë direkt, mirë po do del shumë e rëndë. Kështu, tek secili kulaç hedhim një lupë me yndyrë, vendosim kulaçin tjetër dhe me majët gishtave kështu i bashkoj, kthejmë nga ana tjetër, përsëri shtoj një lupë gjallë, vendosim një kulaç. Në këtë mënyrë bëjmë radhitjen, pra i fitojmë 2 ose 3 petë, duke i radhitur për shembull nga 30 kuleç ose 2 petë, varet nga 45, varet se si doni. Mielli kollomojt ja jep një pamje kështu më të verdhë pak, siç e shihni, mirë po e i bën dhe më të shkreta. Këtë mënyrë bëjmë radhitjen. Pra, petën e formuar kështu me kuleç të renditur e kthejmë her nga njëra anë, her nga ana tjetër dhe vendosim kuleç. Në këtë mënyrë bëhen ngjitja gjithë petave paralel. Kjo krelon pak merr një kohë pak më gjatë për përgatitje, mirë po ja vlen, është shumë e shishme. Pra si që ceka dhe më parë ngjason shumë me flikën. Kush e provon, nuk do ndroj recetën asnjëherë. Vazhdojnë tutje në këtë mënyrë. Kam fituar 3 petë
nga 30 kuleq. Tash, kështu më të shkopi I hapi në masi të tepsinjës. Kam harru që të cek se tepsinja për këto masa të brumit duhet të jetë me numër 55. Millë që ka ngejnë në tavolinë punës, me atë millë në bëjmë hapje, kështu me millin e ministrit apo të kolomajt. Brumin gjatë hapje se kthej her nga një ranë, her nga una tjetër, që të bëhet më mirë hapja nga gjitha anët shkoje paralel. Të munduhen të bëj në formë rrethore, qofse vendosni në një tepsinjë të shporetit elektrik, atëherë mundohuni që t'ja jepni formën katrore. Kam hapur kështu, marr pjesën e dytë dhe pjesën e dytë e hapi në masi të pjesës së parë. Kështu më në shkopit, në millin e ngelur në tavolinë. Dhe do bëhet në masin e petës së parë. Kam hap masin e dëshiruar, shtoj kështu, 2-3 lukë, gjellë me ndyrë dhe vendosi petën e parë, pi petën e dytë, kështu me mojet gishtave, shtypi, qoshet nga gjitha anët dhe kthej brumin përsëri nga ana tjetër, përsëri nga gjitha anët, shtypi me mojet gishtave. E lajmë kështu në njërën pjesë tavolinës. Tash filloj me hapje e petës së tretë. Dhe petën e tretë do e hapi në masi të njëjtë, sikurse 2 peta tjera. Dhe do e bashkoj me 2 petat e tjera. Pastaj brumin direkt do e vendosi në tepsinjë. Marr kështu millë që ka ngel nëpër tavolinë pune. Sa më shumë që të përtoje në thellësi të brumit, milli I ministrit, aq më e mirë të del flija e përbruar. Bëjmë hapje kështu. Kam hap në masinë e dëshiruar, ja shtoj 2-3 lukë gjelle me ndyrë. Marr dhe I vendosi 2 petat e para. Kështu I kam vendosur të 3 petat njërën me tjetrën dhe përsëri me mojet gishtësh I shtypi, kthej brumin nga ana tjetër dhe nga ana tjetër mundohem që ta shtypi kështu me mojet gishtësh, hedhi nga milli ngelur në tavolinë punës. Dhe gjithë brumit ja jap masinë e tepsinjës. Siç e ceka, tepsinja është me numër 55, vetëm edhe pak nevojitet që të bëhet hapja. Mirëpo gjatë hapjes brumin e kthejmë her nga njëra anë, her nga tjetra, që të bëhet ngjitja mirë e të gjithave petave paralel. Kam hap brumin në masi të duhur. Tash do e vendosi në tepsinjë. Tepsinjën e kam lyer me gjallë të ngrirë, asese nuk bën që tepsinja flihet me vaj dhe vendosim brumin kështu. Gjithë hapësirën e tepsinjës mundohem që ta përhapi brumin. Pak me dorë, se përjashtoj 2-3 lugë gjella me ndyrë.
Mundohem kështu yndyrën ta përhapi mirë. Dhe flinë e përvluar do e pjeki në temperaturë 200 gradë, mirë po në fillim e nxejni furrën në temperaturë 250 gradë. Pjekja patjetër duhet që të bëhet në furrë të parangrohur. Temperaturë 200 gradë do e pjeki dikon rreth 30-35 minuta. Asnjëherë nuk dihen masat fikse të pjekjes për shkak furrës suaj dhe për atë arsye se sa masat brumit përgatitni. Kam largu nga furra, tash e lë që të ftohet dikon për 10 minuta dhe më pas e largoj nga tepsinja. Tash e largojna nga tepsinja dhe filloj që të bëjmë shprishjen. Si që shihni ndahet pjesë. Ashtu si që është bërë përgatitja dhe ndarja bëhet, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Shprishim kështu pjesën e parë dhe kalojmë direkt në tepsinë pjesën e parë. Dhe tek tepsinja fillojmë që të bëjmë shprishjen. Që të mirë shprishjen kështu, pjesë. Bëjmë shprishjen, ndahet tamam, ka marrë pamjen si kurse të flijes. E ndaj kështu. Që kam cilë dhe në fillim, sa më të holla të jenë kuleq, sa më të vogël, sa më të holla peta të jenë, aq më e mirë do dhe. Dhe pjesën përcëlluse e coptoj. Me pëlqej shumë pjesën përcëlluse. Ka pëlqej qysh kur isha fëmijë, kur e përgatit ke nëna ime. Unë i konsumojsha vetëm të pjesë përcëlluse. Është një krelon, një traditë shumë e vjetër shqiptare, cila përgatitet në çdo zonë themi, mirëpo nga ana e Kosovës i thojnë flije për vluar. Gjason shumë me flijen. Këtë mënyrë bëjmë cotimin e gjithë krelonës. Pasi kam coptu pjesën përcëlluse, filloj kështu që të marrë nga pjesa e krelonës dhe përsëri t'i ndaj kështu fet, t'i kaloj në tepsi. Këtë mënyrë bëjmë shprishjen e gjithë krelonës. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, ja vlen me provu. Kam bërë shprishjen e flisë për vluar, tash do bëj djegjen e yndyrës. Mirë po kur ta përgatitni këtë krelon, shumë mirë do jetë që yndyra të jetë lynë lope apo puter. E mjaftueshme për ato masa janë 250 gram me lynë, puter. Mund ta përgatitni me vaj apo me margarinë, mirë po shija shumë e mirë, tamam ashtu tradicionale, do i del me puter apo me lynë. Tash e shkrina kështu puterin, gjeri sa fillon të digjet merr një ngjyrë kafe të hapur. Yndyra ka filluar që të merr ngjyrën kafe, tash e largojna nga zjarri. Si përjashtojmë yndyrën e djegur, sekreti i kësaj krelon ndodhet tek yndyra. Yndyra e epat shijen, tamam si të flisë. Hedhim dhe bëjmë përzierjen. Me ashtu e kemi bërë përzierjen dhe pasi kemi bërë shprishjen e krelonës, që pjesët përcëlluse përhapen në për gjithë masën.
Hedhe një ndyrë, bëjmë përzierje, që i ndyrat përhapet në përgjith krelonën mjaftueshëm, mos të mblidhet vetëm se në një vend. Shto, përzi. Dhe krelona apo flija e përbluar është gati për konsumim. Shkon shumë me prodhime qumshtore, me turshi. Kjo është mënyra se si përgatis unë flijtë përbluar kosovare. Gjithë jo që e përgatisni në këtë mënyrë, ju bëft mirë, ju faleminderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.